Gjatë një nate gala ku kotësia maskohet si bamirësi, një aksident e vendos një pastrues në qendër të vëmendjes. Duke pranuar një sfidë poshtëruese, ai sjell heshtje të plot në sallë me një performancë që zbulon një të kaluar të harruar. Ajo që filloi si tallje kthehet në një zgjim kolektiv, dhe muzika bëhet ura mes dy botëve që nuk do të takoheshin kurrë. Përpara se të fillojmë këtë histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton, të lini një pëlqim në video, gjë që është shumë e rëndësishme për ne, dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni këtë histori. Nata e shtatorit në Tiranë mbarte atë ajër të dendur dhe të ngrohtë që zakonisht paralajmëron stuit e pranverës. Në katin e 23 të hotel Pallati Mbretëror, në zemër të bulevardit Dëshmorët e Kombit, salla e madhe shkëlqente në dritat e 3 lambadarëve të mëdhenj prej kristalit të importuar. Ishte gala vjetore e fondacionit Shpresa e Artë, një nga ngjarjet shoqërore më ekskluzive të qytetit, ku elita tiranase mblidhej për të festuar bujarinë e saj në emër të kauzave që shumë prej tyre as nuk arrinin t'i shqiptonin saktë. Genc Prelaj shtynte karrocën e tij të pastrimit nëpër korridoret ngjitur me sallën kryesore, duke lëvizur me saktësinë e heshtur të dikujt që ka mësuar të jetë i padukshëm. 32 vitet e tij dukeshin më shumë, të shënuara nga një melankoli që e mbante mbi supet e kërrusura dhe në vështrimin gjithmonë të ulur. Uniforma blu e errët ishte pa asnjë rrull, e hekurosur me të njëjtin kujdes që ai I kushtonte çdo gjëje në jetën e tij që kur muzika ishte larguar prej saj. 3 vjet duke punuar në atë hotel, 3 vjet duke vëzhguar botën e artë të tjerëve përmes xhamave që kur nuk arrinte t'i kalonte. Ndërsa mblidhte gotat e shampanjes të braktisura në tavolinat e vogla të hollit, Genci mund të dëgjonte fragmente bisedash që vinin si jehon nga salla kryesore. Diskutimet për aksionet në bursë përziheshin me thashë theme se kush po vishte cilin stilist, ndërsa tingulli I takave të larta në mermerin italian krijonte një kolonë zanore të vazhdueshme si përfaqësie. Ai e njihte mirë atë univers, jo si pjesëmarrës, por si vëzhgues I detyruar. E dinte se pas buzëqeshjeve të stisura dhe përshëndetjeve plot entuziazëm, shumica e atyre njerëzve ishin aty për detyrim shoqëror, për rrjedhim ose thjesht për të treguar blerjet e tyre të fundit luksoze. Ishte gati mesnatë kur ajo u shfaq. Elira Vlora zbriste shkallët kryesore si një mbretëresh në mbretërinë e saj. Në moshën 28 vjeçare, ishte vajza më e vogël dhe më e përkëdhelur e perandorisë Vlora, një konglomerat që përfshinte gjithçka, nga kompanitë e ndërtimit deri te rrjetet televizive. Fustani I saj I kuq si gjaku, një krijim ekskluziv I një atelieje franceze, kushtonte më shumë se sa fitonte Genci në 2 vjet. Smeraldet në qaf I kishin takuar stërgjyshes së saj dhe këpucët lowboatin ishin zgjedhur posaçërisht për t'u kombinuar me manikyrin e thonjve të bërë në mënyrë perfekte po atë pasdite. Elira nuk ecte, ajo rëshiste. Çdo lëvizje ishte e llogaritur për të shkaktuar impakt, çdo buzëqeshje ishte e drejtuar strategjikisht nga kamerat që e ndiqnin. Si mikpritësja kryesore e mbrëmjes dhe trashëgimtarja e një prej mbiemrave më me ndikim në vend, ajo e dinte saktësisht fuqinë që ushtronte mbi atë mjedis. Burrat ndalonin bisedat për ta përshëndetur, gratë shtiresheshin sikur nuk e vinin re fustanin e saj, ndërsa fshehurazi shënonin çdo detaj për të komentuar më vonë. Ajo ishte qendra absolute e atij universi dhe e dinte këtë. Genci po mblidhte disa gota në tavolinën pranë hyrjes së sallës kur ndiu lëvizjen të shtohej rreth tij. E dinte që ajo kishte mbërritur edhe para se të ngrinte sy. Kishte diçka në ndryshimin e ajrit, në mënyrën se si bisedat intensifikoheshin dhe pastaj uleshin në ton, sikur të gjithë të tërhiqeshin nga një magnet I padukshëm. Kur më në fund guxoi të shikonte në drejtim të shkallëve, pa Elirën duke përshëndetur kryetarin e bashkisë dhe gruan e tij, duke qeshur për diçka që qartësisht nuk I dukej qesharake, duke pozuar për fotot që do të shfaqeshin në faqet shoqërore të gjitha gazetave të nesërmen në mëngjes. Aksidenti ndodhi siç ndodhin gjithmonë këto momente, kur fati vendos që 2 jetë duhet të kryqëzohen, edhe pse asnjëra prej tyre nuk është e përgatitur për këtë. Genci kishte mbaruar së mbledhuri gotat nga një tavolinë dhe po drejtohej diskretisht drejt daljes së shërbimit kur Elira, në një bisedë të gjallë me një grup biznesmenësh për një fushatë të re publicitare, bëri një gjest më të gjerë se zakonisht. Krahu I saj I djathtë, I stolisur me një byzylyk diamanti që reflektonte dritat e llambadarit, u përplas drejt për drejt me karrocën që Genci po shtynte. Goditja nuk ishte e fortë, por ishte e mjaftueshme që gota e shampanjes që ajo mbante në dorën e majtë të derdhej plotësisht mbi pjesën e përparme të fustanit të saj ekskluziv. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese.
Elira uli syt, duke parë lëngun e artë që rrifte mbi pëlhurën e kuqe, duke krijuar një njollë të errët që përhapet si një plag në përsosmërinë e saj. Për një moment, fytyra e saj regjistroi vetëm habi, sikur të mos arrinte të përpunonte se diçka kishte dalë jashtë kontrollit të saj. Por kur sytë e saj u ngritën dhe takuan ata të Gencit, i cili ishte ndalur paralel me karrocën me një shprehje tmerri në fytyrë, habia u shndërrua shpejt në diçka shumë më të errët. Zemërimi i Elirës nuk ishte i menjëhershëm, ai u rrit si një stuj që formohet në horizont para se të shkatërrojë gjithçka përpara. Së pari erdhi dridhja pothuajse e padukshme në duart e saj, pastaj ngurtësimi i muskujve të fytyrës dhe më në fund shpërthimi që bëri që e gjithë salla të kthehej për të vëzhguar spektaklin. A e ke idenë se çfarë sapo bëre? Zëri i saj preu ajrin si një te i mprehë. A e ke idenë se sa kushton ky fustan? Ti me siguri nuk e fiton në një vit atë që unë paguaj për një copë si kjo. Genci hapi gojën për të kërkuar falje, por ajo nuk e lejoi të dilte asnjë fjalë. Hesht. Nuk dua ta dëgjoj zërin tënd. Elira filloi të ecte në rreth tij, si një grabitçar që studion prenë e tij. 3 vjet duke punuar këtu dhe akoma nuk ke mësuar të mos u pengohesh njerëzve të rëndësishëm? Cili është funksioni yt në fund të fundit? Ah po, të pastrosh gjërat që njerëzit si unë i hedhin. Një rreth ishte formuar rreth tyre. Të ftuarit afroheshin me atë kënaqësi të keqfshehur që njerëzit ndjejnë kur dëshmojnë dramën e të tjerëve. Kishte telefona inteligjent që drejtoheshin diskretisht në drejtim të ngatërresës, vështrime mes argëtimit dhe sikletit, pëshpërima që qarkullonin si viruse mes grupeve. A e di se çfarë është më patetike? Vazhdoi Elira, zëri i saj duke marrë një ton edhe më mizor. Që ti e kalon gjithë jetën duke pastruar mbeturinat e jetës së njerëzve të tjerë. Kur duke krijuar asgjë, kur duke qenë asgjë, vetëm duke ekzistuar në hije si një fantazm që askujt nuk i bëhet vonë ta shohë. Genci qëndronte i palvizur, me kokën ulur, duart i dridheshin lehtë anash trupit. Kishte kaluar vite duke mësuar të ishte i padukshëm, vite duke pranuar poshtërime më të vogla, shaka për profesionin e tij, trajtime pa respekt. Por kur nuk ishte përballur me diçka kaq publike, kaq qëllimisht mizore. Më shiko kur po flas me ty, bërtiti Elira, dhe disa të ftuar qeshën nervozisht. Thash të më shikosh. Ishte atëherë që Genci ngriti kokën. Sytë e tij, një kafe e thellë që të kujtonte drurin e vjetër të lustruar nga koha, takuan të sajet për herë të parë. Dhe për një moment, Elira hezitoi. Kishte diçka në atë vështrim që ajo nuk e priste, një thellësi që binte ndesh me imazhin e thjeshtësisë që ajo kishte ndërtuar për të. Por hezitimi zgjati vetëm pak sekonda. A di ti biesh ndonjë gjëje tjetër përveç fshesës? Pyeti ajo, dhe zëri i saj tani mbarte një ligësi që bëri disa të ftuar të tërhiqeshin. Sepse po shoh atë pianoforte atje në cep dhe kam një propozim për ty. Genci ndoqi vështrimin e saj deri aty ku ajo po tregonte. Në cepin më fisnik të sallës kishte një pianoforte me bish Steinway, një pjesë madhështore prej drurit të zi të lustruar që reflektonte dritat e llambadarit si një pasqyrë e zezë. Ishte lloji i instrumentit që ai nuk e shite nga afër prej 3 vitesh, lloji i instrumentit që dikur e njihte po aq intimisht sa frymëmarrjen e tij. Nëse arrin ti biesh atij pianoforti më mirë se një profesionist, shpalli Elira me zë të lartë, duke u siguruar që të gjithë ta dëgjonin, unë martohem me ty, por kur të dështosh, siç padyshim do të dështosh, dua që të gjunjëzohesh këtu, përpara të gjithëve dhe të kërkosh falje jo vetëm për prishjen e fustanit tim, por edhe për guximin që merr frymë në të njëjtin ajër me njerëz si ne. Propozimi u prit me të qeshura që jehuan nëpër sallë si valë që përplasen pas shkëmbinjve. Ishte qartësisht një shaka mizore, një mënyrë për ta poshtëruar edhe më thellë atë burr që kishte guxuar t'i prishte natën e saj perfekte. Disa njerëz nxorën hapur telefonat e tyre inteligjent, të etur për të regjistruar momentin kur pastruesi do të bënte rolin e budallait duke u përpjekur t'i binte pianos. Genci mbeti i palvizur për sekonda të gjata, duke përpunuar propozimin. Sytë e tij u kthyen te pianofortja dhe diçka ndryshoi në shprehjen e tij. Të qeshurat përreth u zvogëluan gradualisht kur kuptuan se ai nuk po tërhiqej, nuk po kërkonte falje, nuk po largohej nga skena siç prisnin ata. E pranoj, tha ai, dhe zëri i tij, megjithse i ulët, mbarte një qëndrueshmëri që bëri sallën të zhytet në një heshtje të papritur dhe shqetësuese. Elira rrotulloi syt disa herë, sikur të mos kishte dëgjuar mirë. E pranon, përsëriti ajo, dhe për herë të parë që kur kishte mbërritur në hotel, kishte një notë pasigurie në zërin e saj.
E pranoj propozimin tënd, konfirmoi Genci dhe filloi të ecte drejt pianofortes. Salla u hap para tij si deti që u hap për Moisiun. Të ftuarit tërhiqeshin duke krijuar një shteg mes tij dhe instrumentit, shprehjet e tyre luhateshin mes argëtimit të parakohshëm dhe kuriozitetit në rritje. Disa tashmë po filmonin, të tjerë përshpërisnin baste se sa kohë do t'i duhej për të hequr dorë, por të gjithë, absolutisht të gjithë, kishin sytë e tyre të ngulitur tek ai burr me uniformë blu të errët që ecte me hapa të vendosur drejt pianofortes €500.000. Genci u ndal para Steinajit dhe, për një moment, thjesht e soditi. Kaloi gishtat mbi sipërfaqen e lustruar të kapakut, duke ndjer teksturën familjare të drurit fisnik. Ishte si të takoje një dashuri të vjetër, dikë që nuk e shije prej vitesh, por që ende ja njeh çdo detaj, çdo tëmet, çdo veçanti. Ai tërhoqi stolin, rregulloi lartësinë me lëvizje që zbulonin një familjaritet të dyshimt me instrumente të atij kalibri, dhe u ul. Duart e tij qëndruan pezull mbi tastet për një moment, dhe e gjithë salla mbajti frymën. Genci mbylli syt, mori frymë thellë dhe filloi të luante. Notat e para të Clair de Lune të Debussy's rodhen nga gishtat e tij si ujë i pastër që zbret nga një mal. Nuk kishte hezitim, nuk kishte vrazhdësi, nuk kishte asgjë që të sugjeronte një amator që përpiqet të bëjë përshtypje. Çdo notë ishte vendosur me saktësi matematikore dhe ndjeshmëri artistike, çdo frazë muzikore shpalosej me natyrshmërinë e dikujt që kishte lindur për atë gjë. Efekti në sallë ishte i menjëhershëm dhe shkatërues. Bisedat pushuan plotësisht, telefonat inteligjent u ulën, buzëqeshjet ironike u zhdukën nga fytyrat si bora që shkrin në diell. Ajo që po dëgjonin nuk ishte thjesht muzikë, ishte art i pastër, ishte zëri i shpirtit njerëzor që fliste përmes 88 tasteve prej Fildishi dhe Abanozi. Elira, e cila ishte përgatitur për një tjetër të qeshur në kurriz të burrit që i kishte shkatëruar fustanin, ndjeu këmbët t'i dridheshin. Ajo njihte muzikën, kishte studiuar piano në fëmijëri si çdo vajzë e një familjeje të mirë, kishte parë koncerte në Vjenë dhe Salzburg, dinte të dallonte teknikën nga amatorizmi. Dhe ajo që po dëgjonte nuk kishte asgjë amatore. Genci kaloi nga Debussy te Chopin, nokturni i tij në mi bemol major rrifte si një rrëfim i përshpëritur në veshin e çdo personi të pranishëm. Duart e tij kërcenin mbi taste me një elegancë që dukej se sfidonte gravitetin, gishtat e tij gjenin çdo notë me saktësinë e një orëndrejsi zviceran dhe pasionin e një poeti të dashuruar. Ishte atëherë që dikush në turn murmuriti atë që të gjithë po mendonin: Zoti i madh, kush është ky njeri? Pyetja jehoi nëpër sallë si një përshpërim që shpejt u shndërrua në një murmurim kolektive. Genci vazhdonte të luante, plotësisht i zhytur në muzikë, sikur 3 vitet e fundit të heshtjes së detyruar po pastroheshin nga shpirti i tij përmes atyre notave. Duart e tij lëviznin mbi taste me një familjaritet që shkonte përtej teknikës, një intimitet që vetëm vite përkushtimi absolut mund ta ofrojnë. Në audiencën e improvizuar, një burr me flokë të thinjur dhe syze me skele të artë u afrua ngadalë pranë pianofortes. Dr. Agron Fagu ishte kritiku muzikor më i respektuar në vend, kolumnisti i gazetës shqiptarja për më shumë se 20 vjet dhe ishte ftuar në event vetëm për mirësjellje shoqërore. Prania e tij aty ishte protokollare, një mënyrë që fondacioni Shpresa e Artë të tregonte se kishte kontakte në të gjitha sferat kulturore të qytetit. Ai e kishte kaluar gjithë natën i mërzitur, duke biseduar për verëra me biznesmen që nuk dinin të dallonin një bordeaut nga një qianti, kur ai tingull i papritur i kapi vëmendjen. Fagu u ndal vetëm 2 metra larg pianofortes, shpreha e tij ndryshoi gradualisht nga kurioziteti në mosbesim, dhe më në fund në një njohje që e la dukshëm të tronditur. Ai e njihte atë stil, atë teknik, atë mënyrë të veçantë për t'i bërë notat të këndonin në vend që thjesht të tingëllonin. Ishte një nënshkrim muzikor që nuk e kishte dëgjuar prej saktësisht 3 vitesh e gjysmë. Genci mbaroi nokturnin e Chopinit dhe, pa pushim, kaloi te sonata e dritës së hënës së Beethovenit. Jo lëvizja e parë e butë që e njohin të gjithë, por lëvizja e tretë, teknikisht shkatëruese, një pjesë që ndan pianistët amator nga virtuozët e vërtetë. Duart e tij fluturonin mbi tastier me një shpejtësi që sfidonte fizikën, çdo notë kristalore dhe e saktë, duke ndërtuar shtresa kompleksiteti që e bënin pianoforten të tingëllonte si një orkestër e tërë. Elira ishte afruar gjithashtu, fytyra e saj një mask konfuzioni dhe diçka që fillonte të ngjasonte me frikë. Jo frikë fizike, por frika primare e zbulimit se bota nuk është saktësisht ashtu siç ke menduar gjithmonë se ishte.
Ajo e kishte poshtëruar publikisht atë burr, kishte tallur ekzistencën e tij, kishte bërë shaka me profesionin e tij. Dhe tani po zbulonte se ai i binte pianos më mirë se kushdo që ajo kishte punësuar për eventet e saj private. Nuk është e mundur, murmuriti ajo me vete, por zëri i saj u dëgjua nga disa njerëz përreth. Si mund t'i bjerë kështu një pastrues? Pyetje se Elirës ju përgjigj Dyra. Fagu, i cili ishte afruar edhe më shumë dhe tani e vëzhgonte Gencin me një përzierje admirimi dhe melankolie. Sepse ai nuk është një pastrues, tha Fagu, zëri i tij i ngarkuar me një emocion që bëri disa koka të ktheheshin në drejtim të tij. Ai është Genc Prelaj, gjeniu që u zhduk nga skena 3 vjet më parë. I riu që u quajt Horojtzi i ri nga kritikët evropian. Pianisti që mbushi sallën e koncerteve të Akademisë së Arteve në moshën 26 vjeçare dhe mori një ovacion 15 minutësh. Heshtja që pasoi ishte aq e thellë sa tingulli i kondicionerit qendror të hotelit duke i shurdues. Pak nga pak, pjesët filluan të vendoseshin në mendjen e të pranishmëve. Disa e kujtonin vagëlt emrin, të tjerë kujtonin se kishin lexuar për fenomenin e ri shqiptar që po pushtonte botën e muzikës klasike. Por të gjithë kujtonin atë që kishte ndodhur më pas. Aksidenti, përshpëriti një grua në turm dhe fjala u përhap si një virus mes të ftuarve. Genci mbaroi Beethovenin dhe duart e tij mbetën pezull mbi taste për një moment, sikur ai vet po kujtonte se kush ishte dikur. Kur më në fund u kthye në stol për t'u përballur me audiencën, syt i shkëlqenin nga një përzierje lotësh të përmbajtur dhe një dinjiteti që ishte varrosur për 3 vjet poshtërimesh të heshtura. Dyra Fagu ishte i pari që theu heshtjen. Genc, tha ai, duke u afruar me krah të hapur. Zoti i madh, Genc, ku ke qenë gjithë këto vite? Bota e muzikës ka qarë mungesën tënde. Regjistrimet e tua ende luhen në radiot klasike, videot e tua ende shihen miliona herë në internet. Ti thjesht u zhduke. Genci u ngrit ngadalë nga stoli, ende duke përpunuar faktin se ishte njohur. Për 3 vjet ai ishte fshehur pas uniformave dhe karrocave të pastrimit, duke ndërtuar një identitet krejtësisht të ri, një jetë ku askush nuk priste asgjë përveç efikasitetit të heshtur. Dhe tani, brenda pak minutash, ajo fasadë e ndërtuar me kujdes ishte shembur. Dyra. Fagu, tha Genci, dhe zëri i tij mbarte një lodhje që dukej se vinte nga shumë më thellë se 3 vjet punë fizike. Unë nuk prisja të më njihnin. Të njihnin? Biri im, talenti yt është i pagabueshëm. Mund të ndryshosh rrobat, mund të ndryshosh profesionin, mund të ndryshosh jetën, por nuk mund të ndryshosh shpirtin. Dhe shpirti yt gjithmonë ka folur përmes muzikës. Elira vëzhgonte ndërveprimin me një ndjenjë të përzierje në rritje. Jo përzierje fizike, por ajo ndjesi viscerale që vjen kur kupton se ke bërë një gabim të tmerrshëm, të pakthyeshëm. Ajo kishte poshtëruar publikisht një nga talentet më të mëdha muzikore të vendit. Kishte tallur një njeri arti i të cilit festohej ndërkombëtarisht. Dhe e kishte bërë këtë para kamerave, telefonave inteligjent, njerëzve që me siguri do ta përhapnin historinë shumë përtej asaj salle. Nuk e kuptoj, tha ajo, zëri i saj më i dobët se më parë. Nëse ti ishe. Pse po punon këtu? Pse po pastron tualete në vend që të luash në salla koncertesh? Genci u kthye nga ajo dhe për herë të parë që kur kishte filluar incidenti, ajo pa diçka përtej nënshtrimit në sytë e tij. Kishte dhimbje aty, një dhimbje e thellë dhe e vjetër, por edhe një forcë që ajo nuk e kishte vënë re më parë. Sepse ndonjëherë jeta të thyen në një mënyrë që nuk mundesh më të jesh ai që ishe, u përgjigj ai, dhe zëri i tij mbarte një ndershmëri brutale që preu ajrin si një rrëfim. Sepse ndonjëherë humbet gjithçka që do në një natë të vetme, dhe kur zgjohesh të nesërmen në mëngjes, zbulon se nuk e di më se kush je. Dyra Fagu e dinte historinë, sigurisht. Të gjithë në botën e muzikës klasike e dinin. Natën e 15 marsit 3 vjet më parë, Genci sapo kishte nënshkruar një kontratë milionere me një shtëpi diskografike gjermane. Po kthehej në shtëpi nga një fest kur shoferi i një kamioni, i cili kishte pirë shumë, kaloi semaforin me të kuqe në unazën e madhe të Tiranës. Makina e prindërve të Gencit u godit plotësisht. Ata vdiqën në vend. Genci mbjetoi me lëndime të lehta në trup, por me plagë në shpirt që u treguan shumë më të thella. Zbuloi se baba i tij, pa dijenin e tij, kishte hipotekuar shtëpinë e familjes për të financuar karrierën e tij muzikore. Zbuloi se nëna e tij kishte shitur bishuteritë e saj për të paguar studimet e tij në konservator.
dhe zbuloi se, pa praninë e tyre për të dëshmuar muzikën e tij, t'i binte pianos ishte bërë një torturë emocionale e padurueshme. Ti shite gjithçka, tha Dorfagu, jo si pyetje, por si konfirmim i diçkaje që ai tashmë e dinte. Genci pohoi me kokë. Pianoforten, kontratat, apartamentin. Përdor aparat për të paguar borxhet që prindërit e mi kishin bërë për shkakun tim. Dhe kur mbetën vetëm aq sa për një muaj qira në një dhomë në periferi, vendosa që Genc Prelaj, pianisti, kishte vdekur bashkë me ta atë natë. Rrëfimi goditi sallën si një bombë emocionale. Disa gra vun duart në gjoks, disa burra shmangën shikimin të turpëruar. Historia që po dëgjonin nuk ishte lloji i dramës magjepsëse që zakonisht argëtonte mbrëmjet e tyre shoqërore. Ishte dhimbje e vërtet, humbje e vërtet, një lloj vuajtjeje që shumica e atyre njerëzve e njihnin vetëm përmes filmave ose librave. Elira ndjeu diçka të thyej brenda gjoksit të saj. Gjatë gjithë jetës së saj, ajo kishte njohur vetëm një version të realitetit ku njerëzit ndaheshin në kategori të thjeshta, ata që urdhëronin dhe ata që bindeshin, ata që lindën për të shkëlqyer dhe ata që lindën për të shërbyer. Asnjëherë nuk e kishte konsideruar se dikush mund të kalonte midis këtyre botëve, se dikush mund të binte nga njëra në tjetrën për shkak të rrethanave jashtë kontrollit të tij. Mund të kishe rifilluar, tha ajo, zëri i saj tani ngarkuar me një urgjencë që as ajo vetë nuk e kuptonte plotësisht. Mund të kishe luajtur përsëri, të gjeje menaxher të tjerë, kontrata të tjera. Genci buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e trisht, e ngarkuar me një mençuri që vjen vetëm nga humbja absolute. Ti nuk e kupton si funksionon zia, apo jo, u përgjigj ai me butësi. Kur humbet njerëzit që do më shumë, veçanërisht kur ndjen se ambicia jote ka kontribuar në atë humbje, muzika nuk është më muzikë. Është faj i shndërruar në tingull. Çdo notë që luan mbart peshën e të gjitha zgjedhjeve që ke bërë, të gjitha sakrificave që ke lejuar të tjerët të bëjnë për ty, ai eci drejt njërës prej dritareve të mëdha që shinin nga bulevardi dëshmorët e kombit. Duke vëzhguar dritat e qytetit që nuk flinte kur, makinat që kalonin 23 kate më poshtë si pika të ndritshme në lëvizje. Për 2 vjet nuk mund të dëgjoja as muzikë në radio pa pasur sulme paniku. Pastaj gjeta këtë punë, ku shurma e vazhdueshme e makinerive të pastrimit mbulonte çdo tingull që mund të më kujtonte të kaluarën. Ku mund të isha i padukshëm, ku askush nuk priste që unë të isha i jashtëzakonshëm. Ku mund të ekzistoja thjesht pa qenë një gjeni, pa qenë një mrekulli, pa qenë asgjë tjetër veç se një njeri që pastronte atë që të tjerët ndotnin. Dorfagu u afrua, duke vendosur një dorë të butë në shpatullën e Gencit. Por ti je ende i jashtëzakonshëm, biri im. Ajo që sapo dëgjuam e dëshmon këtë. Talenti si yti nuk zhduket, nuk vdes. Mund të bjerë në letargji, mund të fshihet, por gjithmonë kthehet në sipërfaqe kur gjen momentin e duhur. Genci u kthye për të parë sallën përsëri. Të ftuarit vëzhgonin skenën me një përzierje magjepsieje dhe sikleti. Disa dukeshin të prekur sinqerisht nga historia, të tjerë qartësisht llogarisnin se si ai informacion mund të përdorej në biseda të ardhshme shoqërore. Por të gjithë, absolutisht të gjithë, tani e shihnin atë në një mënyrë krejtësisht të ndryshme. Dhe cili do të ishte momenti i duhur, pyeti Genci, duke ja drejtuar pyetjen si Dorfagut, ashtu edhe Elirës, e cila ishte afruar në heshtje gjatë bisedës. Elira, e cila e kishte kaluar gjithë natën duke qenë qendra e vëmendjes, tani ndihej plotësisht e humbur. Zemërimi i saj fillestar ishte avulluar, i zëvendësuar nga një konfuzion i thellë se kush ishte ajo dhe si ishte bërë lloji i personit të aftë për të poshtëruar dik publikisht. Duke parë Gencin, duke parë dinjitetin me të cilin ai mbante dhimbjen e tij, ajo filloi të vinte në dyshim gjithçka për jetën e saj. Nuk e di cili është momenti i duhur, tha ajo, zëri i saj mezi dëgjoi si një pëshpërim. Por e di që duhet të kërkoj falje. Jo vetëm ty, por të gjithëve këtu. Sepse ajo që bëra sonte mënyra se si të trajtova kjo tregon shumë më tepër për atë që jam unë se sa për atë që jeti. Genci e studioi për një moment, duke kërkuar shenja sinqeriteti në fjalët e saj. Për 3 vjet, ai kishte qenë i padukshëm për njerëz si ajo. Kishte pastruar tualetet që ata përdornin, kishte mbledhur gotat që ata linin pas, kishte dëgjuar bisedat e tyre për probleme që kushtonin më shumë para për t'u zgjidhur se sa fitonte ai në një vit. Dhe tani njëra prej tyre po kërkonte falje. Falja pranohet, tha ai më në fund. Por kam një kusht. Elira rrotulloi syt disa herë, e habitur.
Ajo kishte pritur që ai thjesht të pranonte faljen e saj dhe Nata të vazhdonte rrjedhën e saj normale, me të duke u përpjekur të minimizonte dëmin në reputacionin e saj dhe atë duke u kthyer te karroca e tij e pastrimit. Nuk kishte pritur kushte. Çfarë kushti? Pyeti ajo. Genci shikoi rreth sallës, duke parë të gjithë ata njerëz të pasur dhe të fuqishëm që e kishin kaluar natën duke festuar bujarinë e tyre ndërsa I trajtonin punonjësit si mobilje. Pa kamerierët që shërbenin shampanjë pa u parë kurrë në sy, gratë e pastrimit që mblidhnin pjata pa merituar një faleminderit, rojet e sigurisë që qëndronin në këmbë për orë të tëra pa u shqetësuar askush për rehatinë e tyre. Dua që ti të mësosh ti shikosh njerëzit, tha ai, zëri I tij duke fituar një forcë që bëri disa koka të ktheheshin. Dua që ti të kuptosh se çdo person që punon në këtë hotel, që shërben në eventet e tua, që pastron shtëpinë tënde, ka një histori. Ka ëndra, ka humbje, ka dinjitet. Dua që ti të premtosh se do të përpiqesh të jesh lloji I personit që prindërit e tu do të donin që të ishe, dhe jo vetëm lloji I personit që shoqëria pret që të jesh. Propozimi e goditi Elirën si një grusht në stomak. Ajo kishte pritur që ai të kërkonte para, ose një shans për t'u kthyer në muzikë, ose ndonjë lloj përfitimi personal. Nuk kishte pritur që ai ta sfidonte të bëhej një person më I mirë. Dhe nëse e bëj këtë, tha ajo ngadalë, çfarë do të bësh ti? Genci buzëqeshi për herë të parë që kur kishte filluar nata, një buzëqeshje e sinqertë që ja transformoi plotësisht fytyrën. Do t'i kthehem pianos. Premtimi mbeti pezull në ajrin e sallës si një sfidë e prekshme që të gjithë mund ta ndjenin. Genci e kishte vendosur Elirën para një pasqyre që ajo kurrë nuk ishte detyruar ta shikonte, dhe tani ajo e shihte veten të pasqyruar jo si trashëgimtarja e fuqishme dhe e admiruar që gjithmonë kishte menduar se ishte, por si dikush që kishte humbur plotësisht kontaktin me humanizmin e saj. Dryfagu vëzhgonte ndërveprimin me interesin e dikujt që kishte dëshmuar shumë transformime njerëzore gjatë dekadave të tij duke mbuluar botën artistike. Ai e dinte se momente si ai ishin të rralla, kur dy njerëz takohen në një pikë kthese që mund t'i ndryshojë të dy përgjithmonë. Kishte diçka në tensionin midis Gencit dhe Elirës që të kujtonte duetet e mëdha muzikore, ku dy zëra të dallueshëm krijojnë një harmoni të papritur. A e pranon? Këmbënguli Genci, sytë e tij të ngulitur në ata të Elirës me një intensitet që e bënte të ndihej plotësisht e ekspozuar. Elira shikoi rreth sallës, duke parë për herë të parë, duke parë vërtet punonjësit që qarkullonin mes të ftuarve. Ishte Marie, kamerierja 50 vjeçare që punonte aty prej 15 vitesh dhe emrin e së cilës ajo kurrë nuk ishte munduar ta mësonte. Ishte Gjoni, roja I sigurisë që qëndronte në këmbë për 8 orë rresht për t'u siguruar që njerëz si ajo të ndiheshin të mbrojtur. Ishte Arta, koordinatorja e eventeve që kishte kaluar 3 javë duke organizuar çdo detaj të asaj nate në mënyrë që gjithçka të dukej e lehtë për të ftuarit. E pranoj, tha ajo, dhe fjalët I dolën nga goja para se mendja e saj të kishte kohë t'i censuronte. Por nuk di si të filloj. Nuk di si të jem ndryshe nga ç'kam qenë gjithmonë. Genci ju afrua asaj dhe për herë të parë që kur ishin takuar, ajo nuk u ndje superiore apo inferiore ndaj tij. Ata thjesht qëndronin në këmbë, dy qenie njerëzore duke u përpjekur të kuptonin se si të lundronin një moment që I kishte ndryshuar të dy në mënyrë të pakthyeshme. Askush nuk lind duke ditur si të jetë një person I mirë, tha ai butësisht. Është diçka që mësohet duke u përpjekur, duke gabuar, duke u përpjekur përsëri. Dallimi është të duash të mësosh. Elira pohoi me kokë, duke ndjer lotët t'i formoheshin në sy për herë të parë pas vitesh. Ajo e kishte ndërtuar gjithë jetën e saj rreth idesë se të tregosh se nueshmëri ishte një shenjë dobësie, se një vlora kurrë nuk tregonte dyshime apo pasiguri. Por aty, përballë një njeriu që kishte humbur gjithçka dhe ende ruante dinjitetin e tij, ajo filloi të vinte në dyshim nëse forca e vërtet nuk ishte pikërisht e kundërta e asaj që kishte menduar gjithmonë. Ishte atëherë që ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Në vend që të përpiqej të fshihte lotët ose të tërhiqej diskretisht për të rimarrë fasadën, Elira u kthye nga salla dhe kërkoi vëmendjen e të gjithëve. Ju lutem, tha ajo, zëri I saj dridhej por ishte I qëndrueshëm, do të doja t'ju flisja. Bisedat pushuan gradualisht. Telefonat inteligjent që ishin futur diskretisht në xhepa gjatë performancës së Gencit u kthyen përsëri në drejtim të saj, por tani për arsye krejtësisht të ndryshme. Të gjithë prisnin që ajo të bënte një lloj kontrolli dëmi, ta kthente situatën në një anekdotë elegante që mund të tregojë në darkat e ardhshme.
Sonte zbulova diçka të tmerrshme për veten time, filloi ajo, dhe ndershmëria e saj brutale i kapi të gjithë në befasi. Zbulova se jam bërë lloji i personit që poshtëron qenie të tjera njerëzore për kënaqësi. Lloji i personit që i trajton punonjësit si objekte të hedhshme. Lloji i personit që, kur përballet me talent dhe dinjitet të vërtet, përgjigjet me mizori. Një murmurim sikleti përshkoi turmën. Ky nuk ishte lloji i fjalimit që pritej në një event shoqëror të atij kalibri. Njerëzit ishin aty për t'u ndjerë mirë me veten, për të festuar bujarinë dhe statusin e tyre. Nuk ishin të përgatitur për një seancë vetë ekzaminimi publik. Genc Prelaj, vazhdoi ajo, duke bërë me shenjën në drejtim të tij, nuk është vetëm një nga talentet më të mëdha muzikore që ky vend ka prodhuar ndonjëherë. Ai është gjithashtu një shembull i dinjitetit njerëzor që unë e kisha harruar se ekzistonte. Për 3 vjet ai punoi në heshtje mes nesh, duke u trajtuar si i padukshëm, dhe kur asnjëherë nuk u përgjigj me hidhërim apo pakënaqësi. Edhe kur unë e poshtërova publikisht, ai u përgjigj me hir. Dyrëfagu ju afrua Gencit dhe i pëshpëriti, ajo po e bën vërtet këtë. Po ekspozon veten plotësisht. Genci e vëzhgonte Elirën me një përzierje admirimi dhe shqetësimi. Ai e dinte se çfarë lloj guximi kërkohej për të pranuar gabimet publikisht, veçanërisht për dikë që e kishte ndërtuar të gjithë identitetin e saj rreth përsosmërisë dhe superioritetit. Por më e rëndësishmja se kjo, vazhdoi Elira, zëri i saj duke fituar forcë, Genci më bëri të kuptoj se çdo person në këtë sallë, çdo person që na shërbeu ushqimin sonte, çdo person që pastroi pjatat tona, çdo person që garantoi sigurinë tonë, ka një histori. Ka familje, ka ëndra, ka frikëra, ka dinjitet. Dhe unë premtoj, para të gjithë juve, se do ta kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke u përpjekur të jem lloji i personit që e nderon këtë dinjitet. Heshtja që pasoi ishte ndryshe nga heshtja që kishte shoqëruar muzikën e Gencit. Ishte heshtja e rëndë e sikletit kolektiv, sepse shumë njerëz në atë dhomë e njihnin veten në rrëfimin e Elirës. Sa prej tyre i trajtonin shoferët e tyre si mobilje? Sa i dinin emrat e njerëzve që pastronin shtëpitë e tyre? Sa kishin menduar ndonjëherë se kamerieri që u shërbente verën ndoshta kishte një diplomë universitare dhe ishte aty vetëm përkohësisht? Ishte Marie Gjoni, kamerierja veterane, ajo që theu heshtjen. Ajo kishte ndaluar së mbledhur i gota dhe po vëzhgonte skenën me lot në sy. Zonja Elira, tha ajo, zëri i saj i ngarkuar me një emocion që bëri disa njerëz të ktheheshin për ta parë, në 15 vjet që punoj këtu, është hera e parë që dëgjoj dikë si ju të flas kështu. Emri im është Marie Gjoni, kam 3 fëmijë dhe jam këtu sot sepse ëndra ime është që ata të kenë mundësi më të mira se të mia. Prezantimi i Maries ishte si hapja e portave të një dige emocionale. Punonjës të tjerë filluan të afroheshin, secili duke ndarë shkurtimisht historitë e tyre. Gjoni, roja i sigurisë, tregoi se po mbaronte një kurs administrimi në mbrëmje. Arta, koordinatorja e eventeve, zbuloi se kishte filluar si pastruese 10 vjet më parë dhe kishte studiuar në orët e vona për të arritur aty ku ishte. Roberti, banakieri, po kursente për të hapur restorantin e tij. Elira dëgjonte çdo histori me një vëmendje që e habiti edhe atë vetë. Për herë të parë në jetën e saj si arritur, ishte sinqerisht e interesuar për përvojat e njerëzve të tjerë, jo si argëtim apo për detyrim shoqëror, por sepse kishte filluar të kuptonte se çdo jetë njerëzore mbarte kompleksitete dhe bukuri që ajo kur nuk ishte munduar t'i vinte re. Genci vëzhgonte transformimin që po ndodhte para syve të tij me një përzierje shprese dhe skepticizmi. Ai kishte parë shumë njerëz të pasur të bënin premtime madhështore në momente emocioni, vetëm për t'u kthyer te zakonet e vjetra sapo kamerat fikeshin. Por kishte diçka në cenueshmërinë e Elirës që dukej e sinqert, një thyrje e vërtetë e armaturës që ajo kishte veshur gjatë gjithë jetës së saj. Tani është radha jote, tha Elira, duke u kthyer nga Genci. Ti premtove se do t'i kthehesh pianos. Kur? Genci buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje nervoze. Të bëje premtimin kishte qenë e lehtë në vapën e momentit emocional. Përmbushja e tij do të ishte shumë më e vështirë. Për 3 vjet ai e kishte bindur veten se nuk do të luante më kurrë, se ajo pjesë e jetës së tij kishte vdekur bashkë me prindërit e tij. Ideja për t'u kthyer në skenë, për t'u ekspozuar përsëri ndaj cenueshmërisë që vjen me performancën, e tmerronte. Nuk e di nëse mundem thjesht të kthehem, pranoi ai. Është më e komplikuar se kaq. Nuk është si t'i japësh biçikletës, ku nuk harron kurrë.
është si të përpiqesh të dashurosh përsëri pasi zemra të është thyer. Fagu u afrua duke vendosur përsëri dorën në shpatullën e Gencit. Nuk ka nevojë të jetë menjëherë në skenat e mëdha, tha ai. Ç'thoni të fillojmë me diçka të vogël? Një recital këtu në hotel, ndoshta. Për punonisit, për njerëzit që normalisht nuk kanë akses në muzikën klasike. Mund të luash për njerëzit që vërtet kanë rëndësi, në vend që të luash për kritik dhe biznesmen. Sugjerimi e goditi Gencin si një rrezë drite. Gjatë gjithë viteve të karrierës së tij, ai kishte luajtur për audienca që kuptonin muzikën, që analizonin çdo notë, që krahasonin interpretimet e tij me regjistrime historike. Ideja për të luajtur për njerëz që thjesht do ta ndjenin muzikën, pa gjykime teknike, pa pritshmëri të bazuara në reputacionin e tij, ishte njëkohësisht çliruese dhe tmerruese. Do të ishte ndryshe, tha ai ngadalë. Do të ishte e ndershme. Elira, e cila kishte dëgjuar bisedën, papritur pati një ide që e entuziazmoi në një mënyrë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Po sikur të ishte më shumë se kaq, tha ajo, syt I shkëlqenin me një energji të re. Po sikur të krijonim diçka të përhershme? Një program ku ju të dy, Genci dhe Dr. Fagu, të organizonit koncerte mujore këtu në hotel, por jo për elitën shoqërore. Për punonisit, për njerëzit e komunitetit, për familjet që kur nuk kanë pasur shansin të dëgjojnë muzikë klasike live. Genci mbeti në heshtje për një moment duke përpunuar propozimin. Kishte diçka thellësisht tërheqëse në idenë e përdorimit të muzikës së tij për të krijuar ura në vend të ndarjeve, për të demokratizuar diçka që gjithmonë kishte qenë territor ekskluziv I elitës kulturore. Po ti, e pyeti ai Elirën. Cili do të ishte roli yt në gjithë këtë? Elira hezitoi. Gjatë gjithë jetës së saj, roli I saj në çdo projekt kishte qenë të financonte, të jepte emrin e saj, të shfaqej për foto dhe të nisej për detyrimin tjetër shoqëror. Ideja për të përfshirë vërtet, për të mësuar, për të punuar krah për krah me njerëz që gjithmonë I kishte konsideruar vartës, ishte krejtësisht e re. Unë dua të mësoj, tha ajo më në fund. Dua të ndihmoj në organizim, dua t'i njoh njerëzit që do të vinë, dua të kuptoj se si është të bësh diçka që vërtet ka rëndësi në vend që thjesht të bësh diçka që gjeneron publicitet të mirë. Genci studioi fytyrën e saj duke kërkuar shenja se kjo ishte vetëm një fazë tjetër e përkohshme, një teke emocionale që do të kalonte brenda disa javësh. Por kishte vendosmëri në sytë e saj, një etje për autenticitet që ai e njihte sepse kishte ndjerë diçka të ngjashme kur vendosi të braktiste muzikën dhe të fillonte një jetë të re. Në rregull, tha ai. Por me kushte. Asnjë publicitet në 6 muajt e parë. Asnjë fotograf I shoqërisë. Asnjë artikull për bujarin tënde në gazeta. Nëse vërtet dëshiron ta bësh këtë, duhet të jetë sepse beson në të, jo sepse do të përmirësoj imazhin tënd. Elira pohoi menjëherë duke habitur edhe veten me shpejtësinë e përgjigjes. Pranoj. Kur fillojmë? Dr. Fagu qeshi, një tingull sinqerisht I gëzueshëm që preu tensionin emocional të minutave të fundit. Ç'thoni për të premten e ardhshme? Genc, ke një javë për të zgjedhur një repertor. Elira, ke një javë për të zbuluar se si të flasësh me njerëz të zakonshëm pa tingëlluar mendje madhe. Dhe unë do ta kaloj javën duke u telefonuar të gjitha kontakteve të mia në botën e muzikës për të përhapur lajmin se Genc prej laj është kthyer. Genci ndjeu një përzierje paniku dhe entuziazmi. Një javë për t'u përgatitur për t'u kthyer të luante para një audience. Një javë për t'u përballur me demonët që I kishte shmangur për 3 vjet. Një javë për të zbuluar nëse kishte ende guximin të ishte përsëri I cenueshëm. Po hoteli, pyeti Elira pa pritur. Duhet të flas me menaxhmentin, të rezervoj sallën e madhe, të organizoj karriget. Lëre atë punë tek unë, tha një zë pas tyre. Ishte Art Nudide, menaxheri I përgjithshëm I hotelit, I cili kishte vëzhguar gjithë ndërveprimin e minutave të fundit. Zonja Elira, nëse ju vërtet doni ta bëni këtë, pallati mbretëror është I nderuar të jetë mikpritës. Pa asnjë kosto. Elira u kthye nga ai, e habitur. Në të gjitha vitet që frekuentonte hotelin, ajo kur nuk kishte pasur një bisedë të vërtet me menaxhmentin. Ata gjithmonë komunikonin përmes asistentëve dhe koordinatorëve. Zoti Deda, tha ajo, dhe për herë të parë përdori emrin e tij në vend që thjesht të bënte me shenjë kur I duhej diçka. Faleminderit. Kjo do të thotë shumë.
Artani Buzqeshi, një buzqeshi që mbarte vite profesionalizmi të detyruar që më në fund po zëvendësoi nga diçka e sinqerë. Në fakt, zonja Elira, shumë nga punonjësit tanë janë muzikant, artist, student. Do të jetë një nder për ta të kenë shansin të dëgjojnë diktë të kalibrit të zotit Genc. Genci shikoi rreth sallës, duke parë punonjësit që ishin ende aty, duke vëzhguar bisedën me interes në rritje. Për herë të parë në 3 vjet, ai nuk u ndjej i padukshëm. Nuk u ndje superior apo inferior ndaj askujt. Thjesht u ndje njeri i lidhur, pjesë e diçkaje më të madhe se dhimbja e tij. Një javë, murmuriti ai me vete. Për një javë do të luaj përsëri. Dhe për herë të parë që nga aksidenti, ideja nuk e tmerroi plotësisht. Java që pasoi ishte më intensivja që si Genci ashtu edhe Elira kishin jetuar prej vitesh. Për Gencin, çdo mëngjes sillte peshën e vendimit që kishte marrë, përzier me një ankth që rritej çdo ditë që i afrohej të premtes. Ai kishte kërkuar leje nga puna në hotel, duke pretenduar arsye personale dhe i kalonte pasditet në konservatorin e vogël publik në zonën e bllokut, ku kishte arritur të siguronte akses në një piano të vjetër por të akorduar mirë. Të luante përsëri nuk ishte si të jepje biçikletës, siç kishte frikë se mund të mendonin njerëzit. Ishte si të takoje një dashuri të vjetër që e kishe lënduar thellë, duke u përpjekur të rindërtoje një intimitet që dikur ishte i natyrshëm, por që tani kërkonte përpjekje të vetëdijshme dhe falje të ndërsjellë. Duart e tij, të ashpërsuara nga 3 vjet punë fizike, fillimisht protestuan kundër lëvizjeve delikate që kërkonte muzika. Por pak nga pak, memoria muskulore filloi të kthehej, lidhjet nervore që kishin qenë të fjetura filluan të zgjoheshin. Elira, nga ana tjetër, po zbulonte një botë krejtësisht të re. Për herë të parë në jetën e saj si e rritur, ajo po bënte diçka pa asistent, pa koordinator, pa një ekip njerëzish të paguar për të siguruar që gjithçka do të shkonte në mënyrë perfekte. Ajo e kishte kaluar javën duke biseduar personalisht me punonjësit e hotelit, duke vizituar komunitetet e afërta për të promovuar koncertin, duke mësuar emra, duke dëgjuar histori, duke zbuluar se ekzistonte një Tiranë e tërë që ajo kur nuk e kishte vënë re. Të martën, ajo vizitoi shtëpinë e Marijes, kamerieres veterane, në një shtëpi të vogël në kombinat që Maria e ndante me 3 fëmijët e saj. Elira kur nuk kishte qenë në një shtëpi ku hapësira ishte shfrytëzuar me aq kujdes, ku çdo objekt kishte një funksion specifik dhe të nevojshëm. Bisedoi me fëmijët e Marijes, zbuloi se më i vogli, 15 vjeç, i binte kitarës dhe ëndërronte të bëhej muzikant. Premtoi se ai do të ishte i ftuar special në koncert. Të njëjtën, ajo drekoi në mensën e hotelit me një grup punonjësish, duke u ulur në një tavolinë plastike në vend të dhomave private që zakonisht përdorte. Dëgjoi Gjonin, rojen e sigurisë, të fliste për studimet e tij të administrimit, pritshmëritë e tij për të hapur biznesin e vet, frikën e tij për të pasur fëmijë në një qytet kaq të dhunshëm. Dëgjoi Artën të tregonte se si ishte larguar nga një qytet i vogël në provincë me një valixhe dhe një ëndër, si kishte punuar si pastruese gjatë ditës dhe kishte studiuar natën derisa arriti të bëhej koordinatore eventesh. Çdo bisedë ishte një dritare drejt një bote që gjithmonë kishte ekzistuar paralelisht me të sajën, por që ajo kur nuk ishte munduar ta vëzhgonte. Dhe çdo histori e bënte të vinte në dyshim, jo vetëm se si ishte bërë kaq e verbër ndaj humanizmit përreth saj, por si e gjithë klasa e saj shoqërore kishte arritur të ndërtonte flluska kaq të papërshkueshme që lejonin të injorohej plotësisht realiteti i shumicës së njerëzve. Genci, ndërkohë, luftonte betejat e tij të brendshme. Të mërkurën, ndërsa praktikonte një nokturn të Chopinit që dikur ishte një nga pjesët e tij të preferuara, pati një krizë paniku që e la të dridhej pranë pianos për 20 minuta. Notat kishin shkaktuar një kujtim kaq të gjallë të momenteve të fundit me prindërit e tij saqë ndjeu sikur aksidenti po ndodhte përsëri. Për një moment mendoi të hiqte dorë, të kthehej në hotel, të kërkonte punën e tij përsëri, të kthehej në sigurinë e padukshmërisë. Ishte Gjorofagu ai që e gjeti ulur në dyshemen e konservatorit, duke përqafuar gjunjët kundër gjoksit. Kujtimet gjithmonë kthehen kur përpiqesh të luash përsëri, pyeti kritiku, duke u ulur në dysheme pranë Gencit. Nuk janë vetëm kujtime, u përgjigj Genci me zë të thyrë. Është faj. Çdo notë që luaj është një kujtim se si ambicia ime u kushtoi jetën atyre. Sikur të mos kisha këmbëngulur aq shumë në karrierë, sikur të mos e kisha pranuar atë kontratë, ata nuk do të kishin dalë atë natë për të festuar. Ata do të ishin ende gjallë. Gjorofagu mbeti në heshtje për një moment të gjatë, duke përpunuar rrëfimin.
Ai e kishte imagjinuar se faji ishte pas largimit të Gencit nga muzika, por të dëgjojë realitetin ishte ndryshe nga të spekuloje për të. Ti e di që kjo nuk është e vërtet, apo jo, tha ai më në fund. Prindërit e tu nuk vdiqën për shkak të muzikës tënde. Ata vdiqën për shkak të një shoferi të papërgjegjshëm që mori një vendim të tmerrshëm. Muzika ishte krenaria e tyre, gëzimi i tyre. Të shkatërosh atë që ata donin më shumë tek ti nuk i nderon ata, Genc. Ai tregtën. Fjalët e goditën Gencin si një grusht në stomak, por një grusht i nevojshëm. Për 3 vjet ai kishte mbajtur një faj që nuk ishte i tij, ishte ndëshkuar për krime që nuk i kishte kryer. Dhe në dhimbjen e tij i kishte mohuar botës atë që prindërit e tij donin më shumë që ai të ndante. Si mund të jemi sigurt se po luaj për ta dhe jo për veten time, pyeti Genci. Sepse do të luash të premten për njerëz që kur nuk kanë pasur shansin të dëgjojnë muzikë si e jotja. Do të luash për të nderuar jo vetëm kujtimin e prindërve të tu, por humanizmin e çdo personi që do të jetë në atë audiencë. Kjo nuk është ambicie, Genc. Kjo është dashuri e shndërruar në art të premten. Salla e madhe e hotel Pallati Mbretëror ishte e panjohshme. Tavolinat e rumbullakta dhe dekorimet e përpunuara ishin zëvendësuar me rreshta të thjesht karrigesh. Nuk kishte lule të shtrenjta apo lambadar të veçantë, vetëm një piano Steinway në qendër dhe një ndriçim i butë që krijonte një atmosferë intime dhe mikpritëse. Elira kishte këmbëngulur që gjithçka të ishte e thjeshtë, që asgjë të mos shpërqendronte nga muzika apo të krijonte bariera midis artistit dhe publikut. Audienca që filloi të mbërrinte në orën 6 pasdite ishte ndryshe nga çdo gjë që ajo sallë kishte dëshmuar ndonjëherë. Kishte punonjës të hotelit të veshur me rrobat e tyre të fundjavës, familje nga komuniteti i afërt që e kishin zbuluar eventin përmes fjalëve gojë më gojë, student muzike nga shkollat publike që Dorofagu i kishte kontaktuar, të moshuar që jetonin vetëm dhe rrallë kishin mundësi të dilnin nga shtëpia. Maria mbërriti me 3 fëmijët e saj, më i vogli mbante kitarën e tij në një kuti të vjetëruar. Johnny solli gruan dhe vajzën e tij të vogël. Arta erdhi e shoqëruar nga nëna e saj, e cila kishte udhëtuar nga provinca posaçërisht për këtë rast. Artani, menaxheri, ishte i pranishëm me gjithë familjen e tij, përfshir baban e tij në pension që kishte qenë punëtor për 40 vjet dhe kur nuk kishte dëgjuar muzikë klasike live. Elira priti çdo person në hyrje, jo si një mikpritëse e largët, por si dikush sinqerisht i interesuar të njihte ata që ishin aty. Ajo kishte mësuar emra gjatë javës, kujtonte detaje nga bisedat që kishte pasur, pyeste për fëmijët dhe studimet dhe ëndrat. Për herë të parë në jetën e saj, ajo ishte vetvetja në vend që të përfaqësonte një version të ndërtuar me kujdes të asaj që mendonte se duhej të ishte. Genci mbërriti në orën 7 fiks, 20 minuta para fillimit të programuar. Ai vishte një këmishë të thjeshtë dhe pantallona të zeza, asgjë nga veshjet elegante që zakonisht vishte në prezantimet e tij të kaluara. Kur hyri në sallë dhe pa njerëzit duke biseduar me gjallëri, fëmijët duke vrapuar midis karrigeve, tingullin e të qeshurave të sinqerta që mbushte ambientin, ndjeu një paqe që nuk e kishte provuar prej vitesh. Nervoz, e pyeti Elira, duke ju afruar. Më pak se sa e imagjinoja, u përgjigj Genci, dhe ishte e vërtetë. Kishte ankth, sigurisht, por jo terrorin paralizues që kishte pritur. Ata njerëz nuk ishin aty për ta gjykuar teknikisht ose për të krahasuar performancën e tij me regjistrime të famshme. Ishin aty thjesht për të dëgjuar muzikë, për t'u lidhur me diçka të bukur. Fagu bëri një prezantim të shkurtër dhe të ngrohtë, duke shpjeguar se kush ishte Genci pa hyrë në detaje për mungesën e tij nga skenat, duke u fokusuar në talentin e tij dhe bujarinë e tij për të ndarë artin e tij në një mënyrë kaq intime. Kur Genci ul në piano, salla u zhyt në një heshtje pritjeje, por jo kërcënuese. Genci filloi me Çlajër de Lune, të njëjtën pjesë që kishte luajtur natën e galas. Por këtë herë, çdo notë mbarte një qëllim të ndryshëm. Nuk ishte demonstrim teknike apo përpjekje për të bërë përshtypje. Ishte komunikim i pastër, një bisedë midis shpirtit të tij dhe shpirtrave të atyre që e dëgjonin. Ai shite fytyrën e një fëmije të vogël që dëgjonte muzikë klasike për herë të parë, sytë e mbyllur të një të moshuari që dukej se po transportohej në një kohë tjetër, lotët e heshtur të Marijes ndërsa mbante dorën e djalit të saj më të vogël. Ai kaloi në një përzgjedhje pjesësh shqiptare që i kishte mësuar në fëmijëri, melodi nga Çesk Zadeja dhe Tonin Harapi që përzienin eruditen me populloren në një mënyrë që bënte të gjithë në audiencë të ndiheshin si në shtëpi.
Kishte madje edhe disa kompozime të tija që i kishte krijuar vite më parë, por kur nuk kishte pasur guximin t'i prezantonte publikisht. Në mes të koncertit ndodhi diçka magjike. Genci ndaloi së luajturi dhe ftoi djalin e Marijes, adoleshentin me kitar, t'i bashkohej. Djali u ngjit me hezitim, duke akorduar instrumentin e tij me duar që i dridheshin. Së bashku, ata krijuan një improvizim që përziente klasiken me populloren, pianon me kitarën, brezat dhe përvojat e ndryshme që takoheshin në gjuhën universale të muzikës. Audienca jo vetëm dëgjonte, por merrte pjesë. Kishte njerëz që lëkundeshin butësisht me muzikën, të tjerë që këndonin melodi të njohura, fëmijë që përkundeshin nga nënat e tyre me tingullin e notave më të buta. Ishte muzikë siç duhej të ishte, jo si produkt kulturor i lartësuar dhe i paritshëm, por si shprehje njerëzore e përbashkët. Kur Genci luajti pjesën e tij të fundit, një version të tij të Ave Maria që e kishte shkruar për nder të nënës së tij, nuk kishte asnjë sy të thatë në audiencë. Jo për sentimentalizëm të detyruar, por sepse të gjithë aty kishin ndjerë diçka të sinqertë, ishin prekur nga diçka më e madhe se jetët e tyre të përditshme. Ovacionet që pasuan ishin ndryshe nga çdo gjë që Genci kishte përjetuar në karrierën e tij të mëparshme. Nuk ishin duartrokitje të edukuara apo aplaudime protokollare. Ishte mirënjohje e pastër, dashuri e pastër, njohje njerëzore e një momenti që i kishte transformuar të gjithë të pranishmin. Elira vëzhgonte nga ana, lotët i rridhnin lirshëm nëpër fytyrë. Për herë të parë në jetën e saj, ajo kishte qenë pjesë e diçkaje vërtet të rëndësishme, diçkaje që krijonte lidhje njerëzore në vend të ndarjes shoqërore. Kishte ndihmuar në organizimin e diçkaje që vërtet kishte rëndësi, dhe kënaqësia që ndjente ishte krejtësisht e ndryshme nga validimi i zbrazët që zakonisht kërkonte në eventet shoqërore. Pasi personi i fundit u largua, Elira, Genci dhe Durafagu mbetën vetëm në sallë. Heshtja ishte e rehatshme, e ngarkuar me energjinë e mbetur të diçkaje të veçantë që sapo kishte ndodhur. Si ndihesh? E pyeti Elira Gencin. I gjallë, u përgjigj ai thjesht. Për herë të parë në 3 vjet, ndihem plotësisht i gjallë. Po ti? E pyeti Genci Elirën. Si ndihesh duke qenë pjesë e diçkaje reale? Elira buzëqeshi, një buzëqeshje që ja transformoi plotësisht fytyrën. Sikur sapo kam zbuluar se kush jam në të vërtetë. Durafagu i vëzhgonte të dy me kënaqësi të thellë. Ai kishte dëshmuar shumë transformime gjatë karrierës së tij, por rrallë kishte parë ndryshime kaq të thella të ndodhnin njëkohësisht të dy njerëz. Dhe tani, pyeti ai. Çfarë vjen më pas? Genci dhe Elira u panë në sy, dhe diçka kaloi mes tyre që nuk kishte nevojë për fjalë. Nuk ishte romancë, nuk ishte pasion në kuptimin tradicional. Ishte njohje e ndërsjellë, respekt i thellë, kuptimi se kishin shpëtuar njëri tjetrin nga versionet e vetes që nuk donin më të ishin. Tani e bëjmë këtë përsëri, tha Elira. Dhe përsëri. Dhe vazhdojmë ta bëjmë derisa të gjithë ata që duan të dëgjojnë të kenë mundësinë. Dhe unë kthehem edhe në skenat tradicionale, shtoi Genci. Por në një mënyrë të ndryshme. Me një qëllim të ndryshëm. Për të ndërtuar ura, jo për të mburur. Dhe unë mësoj të jem një person që prindërit e mi do të ishin krenar ta quanin bi, përfundoi Elira. 6 muaj më vonë, programi i koncerteve komunitare ishte bërë një fenomen në Tiranë. Genci ishte kthyer edhe në skenat tradicionale, por gjithmonë rezervonte një pjesë të agjendës së tij për prezantime falas në komunitete të varfra. Performancat e tij tani mbartnin një thellësi emocionale që kritikët thoshin se ishte superiore ndaj asaj të viteve të para të karrierës së tij. Elira e kishte transformuar fondacionin Shpresa e Artë nga një organizatë që promovonte evente shoqërore për elitën në një institucion që vërtet krijonte mundësi për njerëzit në situata të cenueshme. Ajo kishte mësuar jo vetëm të shihte njerëzit, por të punonte me ta, të dëgjonte nevojat e tyre reale në vend që të impononte idetë e saj për bamirësi. Aksidenti që kishte shkatëruar një jetë dhe pothuajse kishte shkatëruar një tjetër ishte bërë katalizatori për 2 transformime që prekën qindra jetë të tjera. Genci dhe Elira kur nuk u bën një çift në kuptimin romantik, por u bën diçka ndoshta edhe më e fuqishme, partner në misionin e përdorimit të privilegjeve dhe talenteve të tyre për të krijuar një botë më njerëzore. Historia që filloi me poshtërim dhe dhimbje përfundoi me muzikë dhe shpresë. Dhe çdo të premte, në sallën e madhe të hotel Pallati Mbretëror, arti vazhdonte të ndërtonte ura midis botëve që dikur dukeshin të papajtueshme.
Të dashur dëgjues, udhëtimi I Gencit dhe Elirës na mëson se momentet më transformuese të jetës son shpesh vijnë të maskuara si makthet tona më të këqija. Nëse kjo histori preku zemrën tuaj, nëse u emocionuat me këtë transformim të thellë të dy shpirtrave që u takuan në momentin e saktë kur kishin më shumë nevojë për njëri tjetrin, lini pëlqimin tuaj. Abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Çdo ditë, këtu në këtë hapësirë, ne ndajmë histori që zbulojnë aftësinë e pafundme që të gjithë kemi për të rishpikur, për të gjetur humanizmin ton edhe në momentet më të errëta, për të zbuluar se dobësia jonë më e madhe mund të bëhet forca jonë më e madhe. Genci ju kthye jo vetëm pianos, por edhe prekjes së telave të zemrës njerëzore. Elira mësoi se fisnikëria e vërtet nuk vjen nga mbiemri që mbajmë, por nga jetët që prekim me butësi. Dhe ju, që na shoqëroni në këtë udhëtim zanor, na kujtoni çdo ditë se histori si kjo kanë rëndësi, se të gjithë ne mbajmë brenda nesh aftësinë për të qenë më të mirë se sa ishim dje. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që shkon drejtë në zemër dhe na kujton se, pavarësisht sa errët është nata, gjithmonë ekziston një muzikë që pret të luhet, gjithmonë ekziston një shans për të rifilluar më njerëzor, më të lidhur, më të gjallë.